Ditës së sotme, Ilir Bajri, kompozitor edhe pianist I lindur në vitin 1430. Mos deshte, Arjan, bo. 1969, qytetin e Pejës, Arjan. Dhe më thonë, kompozitorët dhe pianistat lindin në qytetin e bukur të Pejës. Atje ka përfundu studimin në Akademinë e Arteve në Universitetin e Prishtinës në Departamentin e Arteve Muzikore. Është I njohur kryesisht për kompozimet e tij të jazz muzikës. Gjithashtu punoi dhe eksperimentoi me zhanre të ndryshme si muzika pop, klasike, ajo bashkohore dhe gjithashtu shkroi muzikë për shumë teatro, shfaqje dhe filma normalisht filma dokumentar. Përveç punës së tij si kompozitor, ai është I njohur edhe për punën e tij vizuale dhe performancat e tij që prezantojnë veprat e tij të reja në fusha multimediale. Përveç Iliri ka marrë këtë përgjegjësi, kërkush do ke, Iliri hini kësaj rruge. Bashkë themeluesi I Qendrës për Muzikë të Re në vitin 2001, themelues dhe udhëheqës I ansamblit rinor Quasi Fusion Orkestra dhe themelues dhe organizatori I festivalit për gati 10 vjet, I festivalit të jazzit në Prishtinë. Po ashtu Ilir Bajri është gjithashtu I përfshirë në prodhimin e instrumenteve muzikore virtuale. Kush e merr vesh, po kemi mirë shpjegu. Me burim të hapur dhe falas për platforma kompjuterike dhe përgatitjen e programeve dhe materiale për vetë edukim në muzikë. Për krejt këto, kena me diskutu bashkë me Ilir Bajrin, të cilin e ftoj këtu në studio, që është i juni, tha njeri por, që është pak maj gotë se trakla, Ilir, mirë se jeve. Që është kam? A përra po vrejë të ojnë kamerë, u do të jutëm. Qa që bua? Mirje? Mirë. Për ndryshe, unë e kom pak një liri ma të madhe në diskutim, edhe ma ndryshe me Ilirin, për shkak se një jemi shumë... Unë jem kom fëmi, kur Iliri e koni madhe. Tash më gani të ne, qysh I del këj Së njëri ditë më dhej. Qysh të kemi? Mirje? Mirë shumë për shpresoj që ka po, mas pari nana, të lavdot që ma bune. Po, definitivisht, dhe më thonë... Mirë me siguri. Edhe shumë qka që kemi mi diskutit të se, ki qenë kështu mjafti kushtimisht I mbyllur sa I përket paraqitjes mediatike, edhe që sa s'ke dalë media, që sa ko, kështu që unë u gëzova kur... Në fundit po, ra. U gëzova kur ke pranu me ardha Po, se te jam ardhë të ti, mas të. Edhe ekipin e ki shumë të mirë. Faleminderit. Do që I për ju shojnë këtë kohën, kështu që do më dhe mirë puna. Kjo është puna mirë, këto është qështja mirë. Kështë ta ko marrë me verifiku, e ka mirë, jo. A është ta I gara e puna është për një me. Kishim me folë pak, se tash u diskutu pjesa ma madhe kështu një lloj përshkrimi përveç shkollimit, aktiviteti ytë prej pas luftës aty 2001 tutje, po unë e Ilirin me një edhe prej viteve të 90-ta, dhe më thonë periudhë kur e marrë me muzikën edhe një prej softverave kompjuterik të parë, ja kom haru edhe emrin, është që e kom marrë prej teje. Apo? Po, kom punu në kompjuter, kjo është fjalla për 95-96, kur unë atëherë kom dasht vetë me kriju kong, edhe... Po, e më kujtohet, Po, që që ajo është periuda, softveri s'po më kujtohet, po e rëndësishme është që është periudhë që ki prejkë në kompjutera, je sfidume me një botë të cilën sa do shumë letë, po në atë kohë ka qenë si lloj UFO, me ranë to, si të mos në Kosovë, të ditë që shka qenë situata. Kështu që ajo rrugë për ty, kujtimet mira edhe aja ka vlejt, se vynë me bua dhe këtë pytje. Po, naturisht që ja ka vlejt shumë aspekte, që një për ty në është faktin që në t'jena shok, mas shumë t'i falë, nështë ta kena mujtë taku dhe në rrethona tjera, se peja nuk edhe qash madhe, si dhej, mas ndim pe jonë si në atë. Taman është. Taman sa duhet më konë. Po, dhe me thonë në shumë aspekte, në aspektin e zhvillimit tërme, edhe në aspektin e krijimit një mitësive të reja, e hapjes, dhe edhe pri dhe me të ndimu me dalë pak për i rëthonave të një farë mentaliteti pak ma provincial që gjithmonë të ngusht, nuk të lenë më zhvillu fëllë, të adin, sa do. Shqytë po, muzika u konë gjithmonë platforme mirë për këtë punë. Po, kontributit në cilat grupe të pejes të asaj kohë, që njerës sigurisht mundër mësë me ditë, se unë e hina pak edhe në internet, tash unë e lirin e një, po hajtë të shojmë
çka po thotë interneti. Po kjo shumë gjona të mshetme që... Po, natyrisht, nuk ishin... Po, bële dhe mu të bënë, sigurisht më kujtohen disa. Se tash po flasim për ai grupi i njerëzve të pejes, që kemi Babukën, Gjeza aty, andaj edhe shumë njerëz tjerë që unë muj tash edhe mi gabu, edhe më dikon mos me përmend, po është periudhë të cilën ju kanë njoft njerëz dhe kanë ditë që ju jeni të marrë me diçka që... Ja, për fat time në qatë periudhë kam qenë këtu bashkë teenager, peja në atë kohë në qatë periudhë ka pas një farë zhvillimi interesant. Sidomos në aspektin e muzikës trive, muzikës pak që nuk u konë as në kafe, as në TV, po u konë diku një farë underground i ri, një farë efektin ndoshta edhe i kritati i rregullimit të shtetit në atë kohë në cilin kënë jetë federatës në cilin kënë jetu, kështu që për mu kanë me rëndësi se kam pas një farë mini interneti në dispozicion, më edhe shkollën, po edhe mangupat, edhe njerëz inteligent, njerëz që nuk i nështruan dhe autoritetit se shkollaj, ato për mu janë kënë shumë rëndësi me i pa, aq ma mirë me i pas shokë. Selekcioni është natyrisht bendi, për cilin pjesën më të madhe të asaj kohë e këmë kalu, edhe se cili prej antarëve të selekcionit kanë ndihmu mu në aspekte ndryshme me mu bo që këtë që ka. Selekcioni 039, kështu që mundeni me kërku në internet, ka materiale, edhe ju kujtojt, për mosha ma të rritu në e din, ka shumë të rrita që në ndikë që për shumë në studi kemi 25-20 vjeqarë që normalisht më nësë me pas. Shumë kohë, dhe me thënë, 2027-ën bëhen 40 vjetë për albumit. 40 vjetë për selekcionit, a? Për albumit. Selekcionit është edhe me vjetër, se na kështu edicioni dytë, unë e Babuka kena hyjë ma vonë. Për në fillim kanë qenë Gulli, Eddie King, Eddie Merako. Në më tonë, ata kanë qenë ajë selekcioni i parë. Edhe pastaj vazhdove, po tash që ka deshta me lidhë këtë pjesën e kompjuterave edhe softverave, ku i gjeshë, se ajë një kompjuter me dash me ble, po, shkirë gënë, po, në atë kohë. Qysh je qasë, se tash nuk është çështja veç, okej, shkon e blen në dyqan sot një kompjuter, atër është dash me ditë, çka po do me ble, qysh po do me ble, qysh ki marrë informata, çfarë softvera me përdorë, qysh me qenë trend me botën e asaj kohë. Koqa kënë kështu improvizative, po në atë kohë ka qenë me rëndësi me identifiku ku mundesh mu shpu, se aty në burimet tuja, natyrisht, gjënë kënë shumë të vogla, nëski pas klika mu edhe një faqe, po do është me gjetë numra telefonave, personat saktum që të kanë kështu të kanë dërgu software, ose për kompjutera ka qenë, hardveri ka qenë i shtrajt, edhe shumë i limitum, dhe me do të s'ki pas. Për një audio karteri në dash me prit ka 5-6 muj. Po, ndoshta efekti maj mirë i asaj është që ty mos pas fort mundësi, ja kom nisë më interesu vetë, ja kom nisë më mësu edhe hardverin me qele, edhe softverin me... Edhe nisan ta duhet me cekë që s'ki pas njerës, se ti ullësh folë me dikan, i treti, i katërte, i peste, je dash definitivisht krejt vetë. Që ka edhe anën e mirë të vetën, më të ti mësohesh me logarinë vetë vetën, mësohesh me hullumtu ma shumë, mos më dërzu që shkollaj. Edash, ki pas qasë edhe në përbot, kur po vlasë në përbot, normalisht me muzikën jazz dhe krejt ato organizimet që janë bo, po në dhejtat, a ki pas komunikim me njerës të artit që ke mujt me lëviz, me bo... Kjo krejt ka ndodhë pas luftës, a? Jo, në dhejtat kanë qenë, edhe në dhejtat ka pas aktivitet, po në dhejtat janë konë shumë zymta, shumë të erta, janë konë të izolume, shumë pasiguri, shumë dilema, shumë iri, shumë pa përvoj, në më thonë. Ka qenë periuda kur fillua me hu besimin në institucionet tona, si dhe mos institucionet e shkollimit. Fillua me po një farë fotografie, një farë pasqyri që së pëlqeke. Edhe mandej, kur fillu dhe me diskutu, ajo mandej fillu më bua dhe pak mu të cokruhe, që diqë me në dhejtat. Mas luftës, në 2000, si dhe mos vitet e para, kur kemi qenë shumë euforike, kemi pas të farloj energjia. Kemi pas pak ma shumë shpresë. Dhe shtas ka qenë fort racionale, po prapë se prapë. Që ajo e ka, në mënyrë e ka ushqy, i ushqej këtë idejat, edhe idejat ma, kështu, pak ma trenda, është ka qenë pak ma, në një mënyrë ma letë me i nisë.
nëse jo me i kry. E tash, prej pas luftës si gjdo kush në lamin e vetë, e po të entuziazmin që mu angazhu me zhvillu muzikën jazz, me bo festivalit ndryshme, gjanat të cilat të përkasin ty personalisht si profesionist. Edhe jazz festivalit këtë kanë qenë paka shumë kështu tendenca, improvizime, jo që këm ditë fort që jam të bo, asë që duhet me bo. Po, mas luftës edhe muj, nëse ka diçka për më më lavdu, diçka që e kom ushqy dhe e kom majt, edhe mundu në ala me majt, idejnë ato që kemi diskutu viteve nga dheta, kur kemi qenë në okupim edhe në presion. E majnë me në shumë mirë, ta në diskutu ishim nisan. Kur që të lirohemi, kemi më bo bashkë dhe kena me bo vendin ma të mirë në botë. Që kjo ka qenë bisedë. Dhe më thonë, gjdo herë, gjdo tavolin, kjo bisedë ka qenë. Edhe që sëd, që shëshe? E tash, naturisht, kjo është qëllime dhe ondër është pak naive, se naturisht realiteti është shumë i ashtë përse ka që. Po si motiv edhe si, që me thonë, si flamor për me përcil, si rrugë, me dhe që është e mirë, edhe në rafshin individual, si do më stash në kuvend, kisha pëndu, dhe me ndoj që ata njerës duhen me mendu pak për qatë rrugë. E, që shëshe prej anës tonë, se tash, na kemi me kalu kështu... Po të regi Muhammed. Po, na kemi me prejkë shumë qka, po edhe kemi me prejkë politike në masim u përmend, që është shumë aktuale, 12 herë, nëse s'gaboj, 12-a, po... Deri 21 jem okej, po. Kështu që shpeshe, është hajgara e punë, a është me dëvërtet shumë pështirë, apo që ka pëndodhë? Pështirë, me siguri. Jam i sigurt për se të një retë jo vështirë. Po, bashkë për qatë arsy, se vështirë, dhe mendoj që ajo fuqia e njerit, që është për më respektu, është afiniteti ti për me i ka përcy krejt mos marveshjet e gjithmimet e nështë edhe emocionet pak ma primitive, edhe me dalë një rafsh, ku unë e ti edhe nëse s'kuptohemi, edhe nëse nuk merë me vesh, s'paku mundemi në mënyrë civilizume me ndiku një tjetrin, edhe me marë parasysh. Jo mu pajtu. Po vesh me marë parasysh qa po thush ti, qa po thomën. Edhe me qka është në të mirë të vendit. Po, edhe me provu bashkë me gjetë një... Se unë nuk mendoj që krejt me nga mledhë bashkë, krejt popullin e Kosovës bashkë, krejt matë mirë me nga mledhë. Problemet në cilat na jena ty balafaqu, dhe kena ma balafaqu, jonë ma shumë se takati janë. A dhe më nuk mundemi... E di që kjo dhe e di ndi dhe pletë gjenerata e me shumë po e manifestan që një farë prejke, një farë sedre, jo na dim. Nëse dim, nëse në me është në vërtet që dim, atë rezultatet ishin dash mu pa. Po, që nuk po shien, ha? Po, dhe me thonë, unë e mendoj që nuk kena e sapë na mu idhnu me një njëtit. Kena e sapë mu përla, mos mu pajtu, edhe me luftu në mënyrë civilizume për një ide. Po nuk kena e sapë mu koni idhnushme me ty dhe me qitë inadet edhe me luftu si... Me i nade, nuk është... Kjo është aje thonë që thonë, s'ki ku e qanë tondin, në pej që është të thonë, s'ki ku e qanë tondin. Po, është banale, po është reale, që ki me bo, që kjo është situata. Politika, po, gjithësin nuk bën me lonë ona është asë njerë, tash për këto... Që kjo për mu. Po, për ty është special. Kështu që tek muzika, jazz, se ke prejkë edhe filmin dokumentar, ke prejkë edhe muzik teatri, ke prejkë disa gjanat të cilat shumë njerëz nështë edhe s'kanë pas qasje në ato për shkak se nuk shkojnë me vizitu teatrin. Edhe një prej tyre që u përmend, që u diskutu, mërë shumë mirë prej një aktorit, që kishtë fit një status, tha, a ka mundësi me marë shambull, ose me thonë, po bëni teatr në Koven. Se i bigës si hajgara. Mos të përzim punë tonë. Kështu që e gjitha kjo për ty, në më thonë për ata njerëz, se unë e ka njerë thonë, du të më shpiku njerëz qka është muzika e teatrit, qka është muzika e filmi, qfa roli ka, qka ka muzika në një film dokumentar, qka ka vetë muzika që sot eksiston që na rrethon krejt kohën, mande kemi me folë se mund është më na japë përgjigje shumë të mira dhe për muzikën sot që e dëgjojmë në çdo aspekt. Shumë të dëgju fort kështu ti. Disa jam. Po tash edhe kjo është një arsye. Po, madhërisht. Edhe kjo është një arsye. A din qysh, unë këtë që të punë që përmene, i kanë njësë ma shumë prej kurishtjes, edhe shka herë prej, ty mos e pas i din që du me bo me vetë vetën, hajtë veç për bëjti shka. Qështu ka fillu pjesa, si do mos me video me animacione, ma shumë më kënë, hajtë për provoj, se sa që i kom pas në një vizion. Po ajo ande i kur të insistonë dhe punon, ajo, se të dhe i ushtrim, se të dhe punë, janë njësë me të regu rezultat.
në rrethonat në cilat kene jetu në atë kohë, jënë konë disa përparësi. Përparësia me madhe konë që s'ka pas fort konkurencë, nuk ka pas fort. Kështu që për një periudhë ki mujtë me pas një farë ndikimi. Kur ka qenë hera e parë që keni nisë këtë proces punës, se keni punu edhe me video materiale? Po, në 90-ave kemi fillu me eksperimentu. Unë kam fillu me 3D, fillim të 90-ave, që me kompjuter. Kur kam fillu këtë janë qelë që tu. Animacioni, muzika, kombinimi muzikës me lëvizje, me... Në që ka qelë qatë dirë të eksperimentimit për mu. Po... Me ma spjegu që të pjesën e teatrit dhe shamullit që me marrin muzikën e filmit e krejt ato, po. S'fajmë deres, më falë. Mu këtu që neve vazhdimisht në shkollim nga kanë thonë duhet mu ditë qka është arti, duhet mu ditë qka është e hapë. Po, veç që ka mungu gjithmonë në edukim, me disa përjashtimet vogla, ka mungu gjithmonë që ajo pasqyrimi që asaj qaj person që thoi këtë duhet mu ditë që arti, kur e bëshin bisedë ma vellë, që paka shumë në njëti nivel është, nuk është që ka, po. E kom fillu me mendu që kjo qasje nuk është fort e mirë, nuk ka nevoj ti kërkujt mi të regu që ka është arti, se me mësu. Nëse danë me zhvillu kulturë në shëshni, atër dush me stimulu evente kulturore. Nëse me zhvillu teatrin, dush me investu në teatr, dush me pas shkollën e mirë, kvalitative, edhe dush vazhdimisht me stimulu shfaqje, që me ardhë publiku, se publiku vjen. Po. Do të një kriju kushtet një farë forme. Po. Se me tërgu drejten, unë nuk jam tash i regull në teatr, po shkojnë teatr. Asune. Të paktën, ndoshta njëherë muj me thonë që shkojnë teatr. Ma shumësone për këtë. E tash, këtu, sa herë kum shku, ka qenë plot. Po. Nuk është që kum shku vetë aty vetë i tretë dhe me shumë. Më thonë ka plot. Po më intereson se je ballafaqu edhe je përballë me këtë pjesë, a ke mujt me bind pushtetin në atë kohë, tash mos flas për këtë periudhë, për me fillu me kontribu në artë në përgjithësi, në muzikën jazz, në zhvillimin e filmit, dokumentarëve, se ja vendi jonë ka pas material edhe hapësirë për me realizu dokumentare ndryshme që... Sa dush. Po, kështu që a ke komuniku me njerëz të me thonë shkurt, po, se dhe mos gjatë festivalit. Naturisht, gjithmonë ka qenë problematike, gjithmonë në konë me një farë sikleti, me një farë mosbesimi, që diqëm. Nuk o konë shumë e letë, po, mendoj që ka pas, gjithmonë ka tendencë për mirësimin, nuk është që është ka shkon puna ma, që dhe mos në këtë aspekt. Në tash është situata shumë ma e mirë në aspektin institucional, që e për këtë kulturës dhe zhvillimit. Nuk është ideale, nuk është shumë ma e mirë si që shka qenë, nuk është shumë e mirë raport me rrethonat që shionë sot në botë. Kena ala punë me po. Po edhe në këtë dome, unë e mendoj që edhe komuniteti jam, edhe gjenerata jam, vujmë pit njëtit problem si ku vendi. Nuk takohemi bashkë, nuk komunikojmë bashkë, me njerët nohem. Do më thonë kjo ka një farloj sindromi i popullit tonë, që së mune... Mendoj që ka lidhje dhe me traumën që kena përjetu, mendoj që ka lidhje shumë me damtimin që ka bu sistemit edukimit, si në mos në dhejta, se Miloševiqi në një aspekt hala është fitimtar në raport me neve. Sistemin edukimit, edhe organizimin, edhe të katin tanë për më vetë organizu, e ka damtu rëndësisht, shumë fort, edhe sot që apo ndodhë, edhe kjo në kuvend është paka shumë rezultati që saj. Ta këthejmë pak në atë pjesën pozitive. Lutna, se... Ke dalë jashtë vendit, ke marrë pjesë në organizimet ndryshme. Qysh e kam po talentin shqiptar në kudo që ke qenë, në Evropë, në Amerikë. Dhe më thonë, është taj takimi me njerëz me cilët diskutan edhe prezentan të ushja, kjo është një pianist, kjo është një jazzist, kjo është një kështu, me instrumente ndryshme, kështu që qysh ka qenë. Po flasim në ato periudat takimet e para, në cilin do shtet, takimet e para. Po ta thëmë kështu, që akom për i përvojës, e di që ma e rëndësishme se qysh të sheti dikusht, është me rëndësi qysh ti prezenton vetë vete. Cëdo është pasqyra dhe cëdën ti e vanë. E tash në këtë aspekt, i kom pa dy sjellje që dominojnë, sidomos njëna. Njëna është ai që përmendin shpesh, imazhi jonë në botë, ta krijojmë imazhin, ne ti s'mundesh me kriju imazhin tënd në botë. Imazhi jonë në botë është çajo gjendën se dhe një. Nuk mundesh me vënë më të mirë. Bëjshin që si, bëjshin të spota, mande edhe dhe deshin që sharake, se nuk është pasqyrë reale. Nuk përkoj ke asaj realitetin. Se është një interes dundi me kalës më duk ma mirë se sa që je. Nuk ka kuptim ajo, ma mirë është, sidomos me shëshni që po thëmë që i kena miqë.
Ma mirë është me miq me qeni sinqert, se a i manit kalzon. Po. Si shkon kes me ndreqet. Në qatë aspekt, mendoj që shumë varet për neve, e nuk mendoj që kena bo punë të mirë në atë aspekt. Ose nuk kena bo bëllë sa duhet. Ekziston një numëri mirë i trive, sot në përbot, që jonë aktiv në artë, tash edhe në shkenca kompjuterike, në domenin e digitale, ka njerëz shumë të aftri, që jonë si individ që përhapën në përbot, por nuk ekziston në i rjet, në i network, që i mbledh edhe në informon... Po. Jap detaje, jap elementet të cilat... Më thonë TV-a, qendra juj mundet me bo shumë këtë aspekt. Me bo ma shumë, nuk po thonë që s'ban, po mendoj që pse me rëndësi me bo ma shumë, se mendoj që shumë me rëndësi me kryu një platformë të shnosh ku njerës munden mulli dhe më balafaqu pa, që të që thamë pa u sil, në mënyrë që ty të vjen rëndë mi pa, dhe më tush. Ty ta kom në votën apo? Qka dita me kryu edhe unë, ha? Po i jam. Kështu që... Zdjajmë të tonë përgjigje. Nuk ma jepë përgjigje që ata faktikisht e bukur kje në atë aspekti që... Krejt e dojmë vendin. E di, po unë mundohem këtu me shpalozë zakonisht me mësafirt realitetin. Po. Që shë tha edhe vetë? Shumë me rëndësi. Shumë është me rëndësi. Kështu që a jena dika me muzikën jazz edhe se kemi përcil, kemi pasat musafir tjerë të cilët i përkasin muzikës jazz, kështu që është prej anës tonë që ja ki kushtu jetën, se tash nuk është më marrë një vjetë, 2-5, okej, po krejt jetë atë rëthon me muzikën jazz edhe me gjithat ato që lidhët me jazzin, kështu që ku i kena, që shjena? A ki njerës që po shtuan? Shumë ma mirë se që ka qenë, naturisht. Po. Tash është t'ju ka lid një gjenerat e re, që po i shoh, mbram, bile kom pa disa vitin, ajo që vrejet, ajo është pak e nqajshme me ato që karakteristikat e gjeneratës tëve. Ka njerës talentu, ka njerës që kanë vullnet, për shivet një zvrastije madhe kulturore, që nuk o faj të në as pak, po është ma shumë i rëthanave në cilët jënë zhvillu edhe edukimit në cilët jënë bërë. Kështë që ka keq kuptime, si të mos në aspektin e qasjes ndaj një, që më si me thonë, se stili ose koncepti jënë sende abstrakte, në gjezi nuk ka send material, është koncept, është ide. Nuk i qëtë vijat edhe të regon që kjo është aja. Demokracia o njësaj, demokracia nuk është send, është një ide në cilën sa do e pa arritshme që është, në ato në synojmë, se si duket nuk është e arritshme për neve, më vona këtë baravat, po me synu që ato është mirë. Në qatë aspekt, unë e mendoj që komuniteti janë nuk është që është mirë, për diri sa ka potencial, edhe ka të interesum, në gjenerata jame, edhe ma të vjetër, nuk se kam bo punën që është duhet me kryu në thona për më mujtë më zhvillu ma mirë, unë e mendoj. Ke komponu shumë kongë. Kongë cilat se nuk e vazhduar, faktikisht këtë pjesë ka ndodhe, që ka... E ke pasit atë lojt tërheqje në aspektin se tash është kjo pjesa e botës që është trend. Edhe dëshysh, ju kish mangë me qenë trend. Ke prodhu, ke bo, po ke ndajtë si ona shumë... Në të që ka lidhje, naturisht, shumë sane, ka lidhje me mosh mas pari, se në moshën, në të legjerë këmë qef, naturisht që insistimi edhe dëshireme ka qenë me qenë në pop, sferën e, se ka qenë ma e papshme, ma e letë, ma interesante vërat, ku edhe për bëtë kuptimet e mija ma e kapshme. Ma dhe qysh kom fillu me o interesu muzik ma shumë si fenomen, se sa si një profesiona, një hapsin ku në më i më shprej, po mu tash më intereson paka shumë ma shumë shkencëtarisht muzika, se sa... Kemi me dole dhe tha e pjede, po. E më edhe interesimet e mija kanë fillu me u shmangës, me tonë, me... Ke gjithë rrugë tjera për... Ti është kështë diçka tjetër, nuk të rhek mu diçka, të rhek është diçka tjetër. Ajo, nështë nuk është shumë ashiqare, nuk është që është letë mu po është diçka që ty t'interesat dhe s'mund është mu. A i kam bet pik ndë një artistit me thonë, e lirë, na u mërën vesh me mbo kongë, ti kur s'ma realizove një kongë. Jo, edhe unë përvest, kur nuk e kom, asi, kom pas gjithë mund, ala kom dyshime në afinitetin tem me mbo kongë. Apse jemi rezerva ashtë që a bota, s'bota, që s'bota... Që habit në shumë shpesh këtë ju pëlqejnë dosende që i bëjnë njëzë, se më dhe pa dash me t'inglu ashtu, në me kom shumë
Po më do këtë kritiku maj ashpër i muzikës teme, jo mund. Se mu shumë pak se në më pëlqenjë mjetë. Mos më thonë, mos tomë gati asë një. Po, më ndi që ajo mirë se ti, që ajo është motori për me punu hala. Se një më dëmel, për tash. E vetë me mirë me shti nesër me punu vetën, është me thonë, se ki po që të mirë mund është pak ma mirë me posat. është një farë. Te piano. Si me shku në gjim. Për të ditë, atë do më dush me majtë, nuk mund është me ndajtë, atë thonë, unë e bi pianos një herë në mujë, ose bëj muzikë një kongë, atë dush me bërë regullisht. Te piano, pse e ndalë te piano? Instrumentet tjera i zotran heq? Jo, nuk e di pse piano. Baba jem më ka pytë, Ademi më ka pytë kërë i kom pas 6 vjetë nështë, se aje ka për fatamin e ka vrejt talentin, ose afinitetin për muzikë. Edhe më ka pytë, a qëfar instrumenti kishe, a ki qep muzikë dhe qëfar instrumenti, edhe unë i këmë thonë si duke, mos kujtohet. Ajme, i këmë thonë po piano, edhe mas 5-6 muje ma ka pru, ka shku në Beograd, e ka blej piano, e ka pru, nuk më marrë vend, so aftit kanë si në atër me... Në më dhënë atë të folë në 76. 75, jo. Edhe piano në Edhe naturisht, piano në shpika që si më dhe ta pru një Sony PlayStation 5, a 5 si tash? Po më duket që 5, është në dhone pak. Me VR me kësi, arrit si me ta pru, naturisht, shumë interesant ka qenë për mu. Fat jem e madhë është që dhoma jame ku jem rritur në shpin pej, ka qenë biblioteka e babës, se baba kam ledh libra shumë. Që jem rrit me piano, edhe një 5-6.000 libra jenë konë, në bibliotekin një, kështu që ajo konë PlayStationi, interneti e konë libraria, adin, biblioteka. S'kom dalë fort, më koni mba shumë. E ke pas dhe më dhonë internetin që po e thush, e ke pas për balë aty pianos që... Kom ledzu shumë një periudhë, këlleshëm. Përveç kësaj se, kur jemi të ledzimi, ke edhe shumë shkrime, je konë aktiv, ke lanë shkrime të cilat ke prek një bot, unë më me thonë krejt tjetër, që pak diskutohet. Ke hy ka universi, ke hy në dojgjana të cilat njerës nuk i diskutojnë zakonisht, as mos flasim në kafe. Pa i si diskutojnë se, kësa jonë buzalakina. Kështu që shëshel universin e krejtat hapsirë të cilin na vishe qojmë kryt pak, edhe thonë... Me këtë... S'mo mirë na me... Pif minise kom pas një farë obsesioni me astronomie, edhe gjithmonë ideja që i universit është shumë interesant. Po këto me këtë James Webb teleskop që u lancu para disa vite, tash kanë fillu me të alë fotografitë e reja, ulumtimet e reja, sandet e reja që po shifën, në distanca që s'më dëshmi ma imaginu, këtë është e reje, këtë është shumë interesant. Sa dhe që të shumë edhe pa kuptu shumë, qysh me miliarda, galaksia... Shka ka buat? Që të me unë jem dikushi, dhe që si dikushi, po... Një atom është në raport me ty dhe universin është maj madhë, se atin është pak, e ka pak qëtë problem që të pak. E në këtë rast që që lexon shumë rreth astronomisë, që shë the. Shumë. Edhe... Regullisht. Regullisht. Po më interes, një pyetje më ta bëj edhe ma jo përgjigje si po jo. Toka e rrafsht apo rrumbullakt? Vështuj, po jo. Toka e rrafsht apo rrumbullakt? Cila është po jo. Po lejtë s'ka nevoj. është e rrafsht, apo? Në më thonë, qka ka bota me këto gjona që del? Jo është e rrafsht, jo është kështu, jo është ashtu. Jo jemi me një babull që s'më me do... Unë e shë që jo, që përdo më pëllëmet, në parë dështimit të projektit të edukimit, që në aty bo si humanitet në përgjithësi. Më dhe aja të regon që nuk është që shduhet shkolla. Se nuk ka probleme me mendu njënë nëse tjetëren. Problemi është kur ti nuk e lejon vetë veten me kap koncepte që nuk janë ashiqare. Se kur e këqyr, do këtë ashiqare. Po kur e nisë me kuptu, edhe me pas endet ma gjanë, ta na shumë letë, me pasa ashiqarja ka herë është shumë hajgare. E ta që kemi pas një rast fundit, më falni, jo atje dhoma numër dhe që pat këngëtarja që shkojnë që kaloj... Katy Perry. Ka qenë Katy, po, se gati kështë të thonë Taylor Swift. Zdi pëse më kam një kry. Katy Perry, zdi, a ke pas rast me po një lloj fluturimi që ka bon 11 minutë jashtë hapësirës. Ajë no, është ti me tonë që se di ku shë Katy Perry.
Jo, nuk jetë më... Po më duket si pëti, se kom duket i po. Po, okej, ti pari. Me siguri kom di, pas. Se, për ndryshe... Me Bezos atë... Po. Pse dul aty që jo, s'pas ka qenë ashtu, kanë bo dishka... Ashtë pak shtu, pak reklam, pak... Ashtë një fare. Po mish, a kanë mujt me dole ata hapsira? Kanë shku në 100 km në alësi. Mundesh me konsideru që kanë dole, po është si me dole... As për shpis në te kapigjik që të në pe. As u borën me galua? Unë e që ashtu me ndaj. Po mirë që përbojnë, po është pak shumë show-off. Ato që po ndodhin për ne ma, hullumtimet, jonë James Webb teleskope, jonë disa hullumtime, si dhe mos Kina në viteve të fundit. Po është aktivizuar? Jonë të bu stacionin orbital, është të bu shumë interesant. SpaceX, me... raketat që nuk gjuhen mo. Po, kemi pas edhe mundësimi po. Po, shqita që shë regullisht. Që lëvizin. Shumë gjona për me i diskutu, po pak minuta të i pas, tash për du mundale edhe të se kjo pjesë e shkollimit që e përmendëm edhe diskutum disa herë që pak po, jo pak po mëndaj ka shumë që nuk kanë interesim. Po tash këtu, a ka ndonjë problematik për ata që nuk kanë interesim drejt mësimit, edhe që e kanë afinitetin, e kanë aftësin, e kanë inteligencen që mundën shumë e shumë më zhvillu. Tash, kjo përbjen se a du të me shku në shkolla, jo. Një farforme. Po dhe se problemi nuk është a kanë interesim e jo, se nuk ka fëmi që s'ka interesim. Të kur ishtë fëmi të loj me loq, ti është që është i fokusumë dhe ka interesim. Nuk ka problemi ati. Problemi është e mënyra që që na kena po shkollat. Në një periudë s'kan ditë fërt, s'kan faj, s'kan pas informata. Sot me internet o bo shumë ashiqare, ose i ki shumë let me krahasu, sot me pa. S'ki nëvoj me prit një javë për një gazet, tash është mundesh me bo krahasime shpejt. Edhe pasqyrja e asaj që përshivet sot, PISA për shembull, të ka të nënë qysh, puna nuk o bo qysh duhet. Mendoj që është përveç që është problem i madh për gjeneratat e reja, është edhe gjyna pak me ja u bo gjeneratës të rejnë në liri. Me bo qësi, veç për hatër do kapriceve, do sendeve pa lidhje, pa aftësis me pranu realitetin, me thonë, okej, një mesi këna shkollat mirë, po nuk kjo është shaj që na du të më bo bashkë edhe me ndrejt shku. Ose me bo diçka tjetër. Ka nevoj për intervenim urgent? Shumë ka nevoj, se nëse trit në shekullin 21, një pjesë e militarive e shef ashiqare që është pa sigurt, që është nuk ka pas modele për të mira, është shumë materialisht i orientu. është i fokusum në hedonizëm, dhe më dhe me hongër, me pi, më knat. E shumë pak në zhvillimin e hapjen e dijes e edhin. është problemi madha, jo. Për të ardhën, sidomos. Sidomos për të ardhën e ty në mas pari. Po edhe për të ardhën e vendit, është problemi madhë, nuk është hajgare. Gjatë bisedës, unë e kam edhe një farloj stili këtu bashkë me kolegë që flasin për të kalumen. Po, diqysh shumë bre më shmangë, pa kur adin... Unë e kom që për të ardhën me folë, e ke kalumja o kry. E ardhëmja po, e kalumja në ndimon me shty, halat... Po, mundesh me mësu diqka. Po najna ty të këshirë kalumen me shumë emocion. Së mundesh me mësu me qatë emocioni. Ti mundesh me mësu veç... Shumë aty, a? Shumë, është halo, është lufta, halo, problem, halo, NATO, halo, ka... Duhet më qëtësu, mi pranu sa në që shikohen, se veç atëre isë me mësu. Si pitë kalumës personale, nëse kitë ka ndodhë diqka në kalumen, që hala e ki, hala të vjenë mare pak, s'ki mësu ku gjopë i sej. Tek momentin kërtush, okej, palide u konë, po krysh, mundesh me ndryshë më mirë, po mësoj diqka. Unë ja me qitë emocionin në vizionin e të ardhmes. Qitë emocionin në andra. Andro të ardhmen me emocion maksimal. Deri te palidje. Se këj e sot? Muzika. Njeri muzikës... Për që të me vetë për të kalume? Se të ndrova? Faktikisht të kalume janë a diskutu me krejt ato, po dyqysh mi kaleshe shumë shpejt vitet, mi kaleshe gjona, dhe i kështë ku gjona, ka ndohë, po së është me ratësi. Po mjeni nati që i ka kalu nga shumë kua, pak e përdu me... Së më kupton ti, së përdu me ka du se e më pla. Ja, qërek, njeri është, e bukur është që kur plak është e ki që ka të regon. Ja, pa tëna me ty një dritim, jam ty pa të gjenerata e me një sënë që s'më pëlqen. është pa aftësia e gjeneratës teme me të regu të vërtetën për që të cilë më qatë periudën dhe në 90-ave, jënë të e zbuguru të tepër. Edhe qatë shumë sa ka erë po thamë, a jem konën, a kena jetu një ti në universa,
Nuk mendoj që është mirë ajo, nuk i bën dera as vetes, sidomos gjeneratës tre. Nuk ka mirë me i zbukuru sa në se mandej i pëdela dhe pëndut më shku në gjykate dhe me thonë njerës e kam egzageru pak. Përsta nuk ka mirë me... Ma mirë me thonë vërtetën, sinqerisht me folë me thmitë. Unë mendoj që është shumë ma mirë. E vërteta, ka njerë, jo ka njerë, për mundet me dhimt, po është dishka që nëse se sharon pranon mundet me tjera. dëfërmu rini. Se unë rini janë Sërbi, që tash e ka problemin matematë, janë qatë gjatë dëfërmum, sa në me janë pa oftë në raport me neve me vendosën një farë pozicionin normal. A ki diçka të paktën mirë për kretat periud, diçka që e thush me emocione, prit kalumës. Po, që kjo, gjitha harë flasë për këtë pjesë, është emocionuse për mu. Emocionuse edhe është një sant, që nuk përmendet fort, një kom fillu shumë shpesh me përmend. Për mu, një për hipotezave ma të rëndësishme që këna bo, si shoqëni për lasë. Në viteve, pikrisht në momentin kër në largun për i punës, pjesë më të madhe, edhe i mbyllën mediat, që ka ndodhë në Kosovë, është për mu studiu, është shumë interesant, për mu se mas meje. Me nda një periudë shumë shkurt për muj, u kryur jeti i importuzëve të antenave satelitore edhe të resiverave gjithë kanë Kosovë. Edhe pri shoqënisë që e ka pas vesh një qener televizive që da unë bëllë, edhe unë bëllë në gazetat, u qelë për njëherë CNN, Sky News, BBC... Dhe se kalun në botë. Thmit kanë që Cartoon Network, dhe më thonë, e fillun thmit brenda periudës shkurt me folë ka 2-3 gjuhë. Po, anglisht, gjermanisht, ka shumë... Krejt kjo në periudën kur sistemi paralel i shkollave u shkatrune për pëdrume, njëtën kohë që andate kjo është një farëve disimi i vullnetshëm. Mi të kam pësu për qif, pse kam pa sene interesant. Që përmendë shumë mirë ka qenë MTV, MCN, kanali muzikore të cilat na kemi qenë... Loj me plot, loj perspektiva, Euronews, në të jo vesh një perspektiv. Ndryshe edhe të prejkë botë. Qa janë a ndimu shumë. Muzika në Kosovë, muzika, artistat, këngëtaret, së për flasim vizualisht. Tash është një përparësi që mund është me thonë, okej, po du me dëgju një kongë, veç me dëgju, po moj një kongë, po du edhe me shiku. Që mund është me vendosë, po du me shiku, definitivisht veç me dëgju që me ledzu si produkt. Po mendoj që tash është më e pa mund që me pa ndomat, se që jonë gjitë këto me zeti, në aspekti akustik edhe vizual, tash, sidomos me VR dhe me kompitera ka fillu me videogame, ka fillu mu bo prapë, se fillim ka qenë qashtu, këtë kanë qenë teatr në sens, muzika, televizja, këtë. Kështu që është bo fështirë me i pa ndamas. Që ajo që është me rëndësi, më duket me kuptu edhe me pa, edhe me analizu, është që potenciali i, sidomos i gjeneratës tre, mas luftës në Kosovë, në aspektin e muzikës është shumë i madhë. Unë në kur s'kom dyshu. Në përdo muzikalisht, potenciali që ndrojmë shumë mirë. Shumë mirë. Bile, jo veç potenciali, po edhe një farë pjekunie, estetike, një farë interesant është. Që nuk rasështë, e amnat si Dua Lipa, Rita Ora... Ja, po flasë përgjithsi. Po veç prej, se dhe ata kanë një prejardje prej Kosovës, që janë rritë me prend të cilët... Po. E vërtet. Edhe kanë ndikim plus të gjenerata, e se janë modele. Njërë tri të këshynin. Në atë aspekt, ka ma shumë, se që ka pas në njerë. Ka ma shumë festivale, ka ma shumë koncerte, ka ma shumë grupe tash, ma në fund, ja kanë fillu nismu në gjallë. Sidomos në aspektin e muzikës serioze, në aktiviteti, ka ndryshu se janë ndryshu dhe disa persona, janë kanë dhe persona me një farë vizioni ma të madhë, peshojnë, edhe po komunikojnë, po gjenë njëra me i ndimu vetës, që në aspekt super është. Tash po më vynë edhe, që ade se përgjigjet po mi jep, po mi i ka parak, po vynë... Po ajo që ka me të muzika, ajo nga dyku ajo në aspektin që ka po prodhojmë, se tash është problemi që ajo ka me mbetë. Mendoj që po. Si të mos tash këtë këto rjetët sociale, këto materialet po mbesin. Në atë aspekt, mund është me thonë, si të mos muzika e popularizume, është bile ka qanë hapë me dynjarë. Në shumë aspekte. Popin, R&B-n, rapin, besa dhe rruhu po aktivizohet. Në disa aspekte, sidomos, në aspektin sidomos e kvalitetit, prodhimit, produktit, përparimi është ashtë qare, është nivel me ato.
në aspektin e përmbajtjes, edhe kulturës, edhe modelit mirë për shoqëni, edhe sa se pityna është të mendu që ka është të bo realisht në shoqëni, a është të mendu veç për përfitimin e vetë, apo është të mendu edhe për çka. Qatë aspekt në dhe që hala ka shumë në që ka mu regullu. Po pikse i vunë edhe fakulteti, universitetin përgjithësi. Me thonë, interesi i profesorit për përparimin e studentit në letër është, po në realitet ku shkën me pa, situatën, nuk ka bash që vizlushëm, nuk ka bash imazhi mirë jonë në botë. Për shokuana pas ka ikë, po më dy gjona me diskutu. Një, se përmendë Filharmoninë e Kosovës, diçka që më në fund ja ka nisë qytetarët me mësu edhe fjallën Filharmoni, se kena pasur këtë problem, po janë prezent mjaft, edhe në për media, edhe që ka po më duhet, a kena me pas më carta Beethovena, apo ka ndru krejt qasja e muzikës, apo në muzikë? Që për të ka dhe këtë gjithdytën mas pari. Ashtë edhe në kohë të tyne. Pisa ma e madhe shoqënisë nuk e ka pas fort idenë për ta. Që shionë që e në ty bo. Është shumë shtirë me i pa bashkohoni këtu. Është shumë shtirë me i vlerësu objektivisht. Edhe shpesh nga bunjes. Zakonisht ma të mirë jem vlerësu keq, bile jem përsekutu. Tek ma vonjën këtë në ona, e kena... Historikisht, po... Ja, po, dhe me thonë është shtirë. Po, nuk dyshoj që i ka, me thonë që kur ma shumë s'ka pas. Kur ma shumë s'ka pas artista, shkencëtar, me thonë përparimi është ty, si dhe mos vendin tonë. Po jonë edhe aspekte tjera që si jonë ty etës, edhe që mundën më kohën problematike, ma. Edhe instrumentet virtuale. Instrumentet virtuale e kema një guxim, kur po them guxim është diçka që jehi me botën, se bota e bën ata, po kur po them e ke marrë guximin se është diçka mjaft komplekse, je për me kuptu shikuesi, i liri prodhon instrumente, po që janë virtuale. Në më thonë si me prodhu një piano, por që është virtuale, apo edhe faktikisht e kthen kompjuterin në instrument muzikor. Edhe qysh po ecë, çka po ndodh me to? Mirë shumë, ka nisi eksperiment para një 7-8 vjetë. Çka ke bu mas pari? Mas pari këm provu me bu një piano, mas shumë ti përshkak se ty pas që vetë me lytë piano akustike, edhe ty pas a vështirë është se është instrument i shtrejt, plus në vendin tonë jonë ka pak edhe jonë të limitu me qasë janë to, këtu që shumë rralli bjen një triut me provu vetën, me pa tinglim, që aje ndimon pak me u kazzoa, unë e kom pas fatin me ma blej plaku piano në prit, e ka lytë rëll, e me ndesha me bu diqka të ma parasysh që tash këtë kanë laptopa, kanë kompjuter, me ndesha me bu një aplikacion që i ndimon me këthy, s'paku me pas periodimin kështu, nëse së është instrumenti real, mu kohën diqka që është shumë afer saj. Ajtimull me qenë real. Po, sa ma afer asaj. Ka fillu me një eksperiment vogël para 7 vjetë, tash kom bi 23 instrumentet ndryshmet. Ke fillu me pianon, apo nga të regën, a dosh me incizu pianon, apo qësh funksionë? Jo, i kom gjithë, përshkak se që kjo ideja e open source, edhe domenit publik, ka fillu shumë më popularizu në botë, të mendoj që shumë e rëndësishme. Ka njerës ashtë që incizojnë i krymë punën, edhe japin krejt papages. Të japë mundësin me përdor, e ki licencen me përdor papages. E tash i liri është të shpërndam në përbot, me 23 instrumente të cilat i ki kriju, instrumente virtuale. Edhe, a ki shikua aty se me siguri ki qase në atë aspektin cili shtetë po e merë mas shumë ti se instrument. Kush? Tash përta jo vetëm cili shtetë, po edhe sa numrat, sa janë numrat, pisit cili shtetë. Së qëfar gjinie jo, në qëfar gruposhe, hatashëm është qëfar vegle akisa, edhe kjo kitë papages. A do më thonë nuk i kiti ato që hene blena? Ja, unë e kam viksin e përdori, kitë jonë, që ideja e open source edhe free ka fillu shumë me marë hatë, përshka që njëtë kanë gjithë, për mundon me gjithë njëra tjera për monetizu diçka që është papages, si Google që e ka morë. E në atë aspekt të qëndrojmë shumë mirë tash, si unë bërhap koqa shumë në përbot, Japoni, Gjermani edhe Shtetet Bashkuara mas shumë të ndështë ta? A, këto 3 vende janë dhe më dhënë që mas shumë të... Po jonë në për, koqa, gati shumicën e të botës, ka... E tash prej atyre 23 instrumenteve virtuale cila është ma... Nuk i kam publiku krejt, 23 nësa i kam punu krejt, i kam publiku një, nështë 8-9, një taman të farë. Disa për tyne i kam bo update, ta që më bo të bo generatën e tretë. Njën e për instrumenteve me popularizume është piano e prapë. Ta që është generata e tretë, kam bri me bo pak edhe një model tjetër me fute, me simulu
pak rezonancën e telave, do kështu... Se ndë që e bojnë edhe ma të natyrshëm, nëse mundë me thonë ashtu, përjetimin e të instrumentit. Ilir, për më do këtë që është fundi. Atë Jo, knashëm, bile unë e kam edhe shumë gjona për mi diskutu, po është çështje kuas dhe shpresoj që kena me pas një takim me fol prap ma në detaje për pjesën e instrumenteve virtuale. A di çfarë bëjmë për instrumente virtuale? Po bëjmë diçka bashkë. Ndihma më bëni sen. Jem të mendu me bind një pikë këtyne këta që po shisin kompjutera. Me bëni lojë shpërlyse bashkë. Unë po jap donacion instrumentet edhe pi instaloj. Të japën ata donacion një laptop, nuk ka nevojë me qenë. Një kompjuter funksional për ato. Edhe gjejmë diku një sound card, 1000 keyboard vogël, edhe bëjmë një konkurs për talentat e ri, kush e bën një mix më interesant ose një komponim të vetit më interesant, dhe bëjmë një mbledhje këtu i marrim disa eksperta me vlerësu. Edhe një 2-3 që si modele, që si kompjutera muzikur mundemi ja dhe fal njerëzve ma talentum. Nështë ta mundemi nis diçka tre. Mundemi me bon këtë drejtim se na i kemi të shumë të ata që na përcjellin edhe i dim që kemi... Keni sponsora bërë? Shumë, pa sponsora sa dush edhe plus talenta sa dush. Kjo është një bashkëdizu. Veç unë e ti du të me bu planin. Pa tjetër. Ilir, ishte knatësi, faleminderit shumë që të kishim studio. Miq, te Latina edhe Joni derisa përshëndetëm me Ilirën.